bën një ndërhyrje. Doktor, përshëndetje, me se na erdhët. Një problem madhor i kësaj zone këtu është sistemi i kanalizimeve të ujrave të zeza dhe ujrave të bardha, që është realisht një problem. Dhe sistemi i vaditjes për serat, fermerët vjen në sezoni i dytë dhe vojnë shumë te kjo pjesë. Duhet ndërhyrje urgjente. Tani, Faleminderit. e para, thash, projekti ynë është çdo fshat me infrastrukturë lagje në qytetin. Çka do të thotë? Kanalizime, të ujrave të bardha, të zeza, ujësjellsi dhe energjia elektrike, rrugët të njëjta me një lagje qyteti. Dhe u garantoj se kjo do realizohet. Aq sa duket. Po unë jap ju fjalën derit se kjo do bëhet. Po ne nuk ndërtojmë rrugë me çmimet 10 fishtat krahasuar me çmimet që ndërton Europa. Shqiptarët do vi dita ta marrin vesh se çfarë vjedhjesh të mërshme kanë bërë këta parave të tyre. Kurse për vaditjen, projekti ynë është çdo vit 70 milion euro investime për vaditjen, kullimin dhe mbrojtjen e tokës. Rezervuari Goriçanit do vihet në funksion, ju garantoj, me përparësi absolute. A e dini ju? Shkoni këta që vinë e bëjnë fushat të kju, këta çfarë janë këta? Aty duhen vetëm 150.000 euro panele diellore që të punoj i gjithë sistemi dhe ju të vadisi, dhe për 150.000 euro lanë thasirën këtu. 35 fshatrave në Vlorë shkojnë t'ja u marrin lumin, t'i shtojnë në shkretir. Nuk kanë këta asnjë sens për fshatin. Po unë ju siguroj se tek Partia Demokratike keni aleatin më të mirë dhe do ndryshohet me shpejtësi gjendja në fshatin shqiptar. Mbyllim apo? Ta mbyllim se ka. Jo, e ka, jepja pak atij zotërisë. Po, hajde, urdhro.